nga statistikat që mora dhe unë nga kinemaja, pak për të parë çfarë pëlqejet këtu në Tiranë, mbas komedisë, po themi horrori, më thanë që ishte diçka që vërtet edhe mund të shesi dhe mund të eci mirë. Dhe gjithmonë, pak në qëllimi im, ky është me publikun, që nuk po jap diçka 100% artistike, ku vetëm unë e ndjej atë që po bëj, etj. Dua që historia të jetë një histori interesante, që na vën dyshime teksa e shohim se çfarë do ndodhi, pra paparashikueshmëria për mua është shumë e rëndësishme. Dhe në fund mund të ashtu do ndodhë atë. Dhe në fund të kemi kaluar një eksperiencë të mirë në kinema, ta kemi shijuar, të kemi qeshur, të jemi trembur. Pra një film i bukur që ja vlen të shihet sidomos në grup. Kjo ka qenë gjithmonë qefi im, pra nuk jam nga ato që do jetë artistik 100% dhe vetëm mund do ta kuptoj dhe ta çoj nëpër festivale, jo, këtë film e bëm që ta shikoj rinia dhe publiku shqiptar dhe na vlerësoj. Nuk e di a e ndjejnë apo nuk e ndjejnë, sepse ne na pëlqeu shumë ta bënim këtë film dhe kuriozi jemi çfarë mendimi ka. Sepse në fakt mungonte diçka e tillë. Këtu mungojnë shumë gjëra. Këtu mungojnë shumë gjëra nga t'ja nisësh. Por siç e thash, ishte si një paktën për ne, për mua personalisht besoj, një eksperiment ku, s'kam asgjë, kam një kamera, një mikrofon dhe disa aktorë shumë të talentuar. Çfarë mund të bëjmë? Ku mund të shkojmë? Çfarë mund të xhirojmë? Dhe kjo ishte sfida.